Në Universitetin e Qerem Çabej të Gjirokastrës është çelur zyrtarisht viti i ri akademik. Sipas drejtuesve të institucionit, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, në këtë fazë të regjistrimeve ka një rritje prej rreth 25% të numrit të studentëve të regjistruar ose gati 100 studentë më shumë se vitin e kaluar. Derdegët më të preferuara nga të rinjt këtë vit janë ato të ekonomikut, infermierisë dhe teknologjisë së informacionit, të cilat vazhdojnë të tërheqin numrin më të madh të aplikantëve. Megjithatë, një rënje e ndjeshme është vënë re në interesin për degët e mësuesisë, të cilat sipas drejtuesve universitar ndodhen tashmë në fazë mbijetese. Rektori i Universitetit e Qerem Çabej thekson se është i domosdoshëm një plan konkret i hartuar dhe i mbështetur nga qeveria për të rritur interesin e të rinjve për këto degë. Sipas tij, mungesa e politikave nxitse ka bërë që prej vitesh në Universitetin e Gjirokastrës të jenë të mbyllura degët e matematikës dhe fizikës, ndërkohë që tregu i punës po përballet me mungesë të mësuesve në këto profile. Sot u zhvilluat ceremonia e hapjes së vitit të ri akademik 2025-2026 për Universitetin e Qerem Çabej të Gjirokastrës. Ky vit akademik vjen me risi, dhe risia kryesore është prurjet e reja për këtë vit akademik, ku trendi, siç dihet tashëm, i uljes së numrit të maturantëve në sistemin parauniversitar ka dhënë efektin e kundërt në universitetin tonë, ku numri dhe trendi këto vitet e fundit i regjistrimeve të reja ka ardhur duke u rritur. Aktualisht në universitetin tonë, pa përfunduar ende procesi i regjistrimeve, ka rreth 21% më shumë student në krahasim me vitin e kaluar. Që shprehur në shifra, i thon rreth 100 student më shumë në krahasim me vitin e kaluar, gjithmonë flasim për ciklin e parë të studimeve bachelor dhe programet 2 vjeçare. Ndërkohë, shumë optimiste paraqitet situata edhe për regjistrimet në programet të ciklit të dytë master dhe master shkencor, ku aktualisht janë rreth 400 studentë të cilët kanë aplikuar dhe që është një proces që ende është duke u përfunduar dhe nuk kemi një shifër të saktë se sa do të jetë numri i të regjistruarve në këtë cikël të dytë studimesh. Natyrisht, si gjithmonë, degët më të kërkuara ngelen degët e infermerisë, ngelen degët dhe të manisë, ngelen degët që ofron fakulteti ekonomik, dhe më pak të kërkuara, ashtu sikur se është trendi, pra theksoj sikur që trendi, janë degët e mësuesisë. Natyrisht, matematik fizika tashëm në universitetin tonë është një degë që është mbyllur prej disa vitesh, kurse tek teknologjia e informacionit, interesi i maturantëve është i lartë. Megjithatë, në gjitha degët e mësuesisë, interesi i maturantëve nuk ka qenë në nivelin e dur, pavarësisht se aktualisht ne jemi optimistë se gjitha degët e mësuesisë ose programet e studimit që afrojnë në fushën e mësuesisë do të përmbushen të gjitha me numrin e dur të studentëve. Por duhet theksuar që duhet një punë shumë e madhe që maturantët të kenë interes në degët e mësuesisë, sepse ne po rrezikojmë në këto fakte, ne po rrezikojmë sistemin parauniversitar. Aktualisht në tregun e punës së informacionit që kam unë, ka një uri për mësuesit e matematik fizikës, që shumë shpejt kjo do të manifestohet dhe në degët e tjera. Pra, sistemi parauniversitar rrezikohet në qoftë se ne nuk ndryhim një masa energjike për të përmirësuar situatën, të shtojmë interesin e maturantëve për të ndjekur studimet në këto programe. Natyrisht që kjo punë nuk mund ngelet vetëm në dorën e universiteteve, por duhet një plan strategjik i miratuar, qartë edhe mirë e koordinuar me qeverinë qendrore. Ekspertët e arsimit paralajmërojnë se nëse trendi aktual vazhdon, sistemi parauniversitar do të përballet në vitet e ardhshme me mungesë të mësuesve të kualifikuar në disa lëndë bazë.